Depresion të thellë shikon kudo në për rrugë, unë i shikoj dhe i kuptoj që... Duhet të flasësh me këto njerëz, unë i provoj për ditë, i thras familjarët, ata rrinë jashtë dhe unë i them hajde, do flasi vajza dhe djali në prezencën tënde, sepse ti nuk e ke dëgjuar, duhet ta dëgjosh pse ai është kështu sot. Duhet i qëndrosh afër, duhet i japësh ti mjekimet, duhet i thuash vazhdimisht që e do, duhet i thuash që është afër teje. Kjo i shëron më shumë. Vrastarje, shoq se më ka lodhur kjo gjë dhe duhet ta them, boll i bindet njerëzit që gjithçka është e detyruar kundrejt tyre dhe që dashuria është lule dhe trëndafila dhe të duam njëri tjetrin. Nuk është lule dhe trëndafila. Jo, nuk është lule dhe trëndafila. I ka të gjitha. Jeta është makabër, është vështirësi, është luftë. Luftojnë 250 që ta duash atë. Të jeni fëmijët ushtar në luftë. Po pëlqen kjo, jam dakord me këtë. Është i garë mes 250 milion spermatozoidëve dhe del një. Që aty fillon lufta. Është depresioni që të... Luftë me stojzave, që do të thotë? Nëse ne themi po sepse ti je shpirti i mamit, zemra mamit je mbreti, e themi pastaj 18 vjeç në ka dalë qullac. Se ne themi shpirti i mamit, zemra mamit... Po s'është kjo dashuria. Kjo është egoizmi, kjo është ambicia që ne e transmetojmë. Nuk është kjo dashuria. Dashuria është ti thuash, ti bëje dhe mua më ke këtu, unë jam praparoja. Ti bëj gabime dhe mua më ke me krah hapur për të thënë, unë jam këtu. Kam një mirën tim, një kolegë të nderuar, është për kujdesi. Shumë i njohur në botën e mjekësisë, dhe më rastisi të flisja para disa ditëve, ai kishte një sebeb, u folëm, i them unë, Mikelin ku është? Mikeli është djali vet. Mikeli dje tha bëri 18 vjeçta dhe ka ikë nga shtëpia. E dëbova, më tha mua. Është suedese. I thash unë, ka të tjera kushte sociale ai Mikeli tani mos e ndalim në emra për emigracioni, ne kemi pasur në fakultet. Nuk ka lidhje me procesimin. Dëgjoj, unë kam pasur fakultet. Nuk ka lidhje me procesimin. Kam pasur fakultet shok dhe shoqe që kanë qenë gjeni. Bolli bët fëmijëve për të ngrënë, bolli mësuat vajzat që jeni princesha burtani. Kjo është shumë dakord, shiqur zot. Jika atje jetoni edhe kaq. Edhe kjo ide po hidhin oqeanat. Të fillojnë punojnë që 18 vjeç sigurisht. Ideja është këtu që ne kemi pas në fakultet, unë kam pasur miq të mi gjeni me një mendje brillante dhe vetëm pse hasën me kushtet e emigracionit kanë kaluar atje në një proces komplet transformues që sistemi mendor i tyre ka çeduar komplet. Janë shumë faktor, do të thënë emigracioni, presioni i jetës, të mbijetosh në këtë shoqëri si thua ti. Është një problem tipik shqiptar. Paktën ne që kemi jetuar edhe jashtë, që kemi fëmijët jashtë, kemi parë se si është bërë rritja dhe edukimi atje. Si ata kanë filluar punë dhe kanë hyrë marrëdhënie, pune, po njëkohësisht marrëdhënie për të gjetur dhe shokun e jetës për ndërtuar familjen e tjerë. Në Shqipëri ka një llastim, ka një përkujdesje të tepruar të prindërve ndaj fëmijëve. Domethënë ka një suport i cili është i egzageruar. Nuk e di, ndoshta lidhet me pamundësitë ekonomike të Shqipërisë, por që të rri djali 30 vjeç edhe 40 vjeç dhe akoma të presi, që t'i gatuaj mamaja e vet, që t'i laj rrobat çdo ditë, që t'i pastroj atletet dhe ai që më mëngjes të thonë. Jo, një minutë. Unë po them se është mallkim ti je emigrant. Po, është tjetër, po s'ym ke emigracion. Disa vuajnë ato dhe disa